lau çorapet. Edhe merr spajsi. Të gjithë e dimore që qa bëjnë ata të spajsit në përburgje. Kështu që vazhdo programin. Nuk të ecin anë TikToku, vazhdo andeje. Mund të eci ca ditore, se ka dhe njerëz këtu që nuk na duan. Edhe do vinë ata, do të hedhin në një lek ty se po më shanë dhe mua edhe ata ndihen mirë. E kuptono? Po unë leko ti Franci, se do të doj që e ty të pish drogë në burgë, unë nuk t'i jap asnjë kohë. Edhe ta them edhe një gjë tjetër. Arsyen pse nuk i ke marrë ato lek, ta kuptosh edhe një herë të fundit, është mënyra se si ti e ke filluar bisedën me mua. Ja. Si e merr TikTokun ashtu ai dhe zhduket. Thashun që ja rob çfarë thot ky. Rare sigur kam të drejtë apo jo, se s'po shajme, po ta dëgjoj fjalën. Ha? Are. Hajde, ecë me reveshje, po të se kej den, se qa njeri është babalja dhe unëre, edhe shoqëria jonë. Unë nuk arrita kuptoj, se si ti arrite të merreshe dhe të fliste babalja tyre dhe të fuste në grupin shoqëror. Nuk arrita kuptoj për qa. Besoj se ka bërë për gjuna lëk. Ta garantoj unë, ka bërë për gjuna lëk. Dhe njëherë tjetër, këtë drejtë sikur, dhe njëherë tjetër, ja ku e ke, edhe unë, orti djalë, as nuk të jam detyruar as një cent, dhe nga bankat e mia me dorën time, nuk të dërgoj as një cent, se nuk e meriton, se je djalë, langaraq. Jo, nuk ja dërgoj lekët për babalen, e kam shok babalen, por nuk i dërgoj lek për babalen një langaraq. Duhet gjejnë një shok tjetër babalja që ti dërgoj lek këti langaraq, jo mua. Ka gjetur shokun e gabuar që se unë basim ka dhënë këtë mesazh nuk i dërgoj lek. Absolutisht jo. Babalja duhet gjejnë shok tjetër që ti dërgoj lek, një legeni si punë e këtij, që ka këto mendime për babalen. Duhet gjejnë një shok tjetër, se unë nuk ja çoj dot. Kështu që ky është mendimi që ai ka, atëre babale gjej një dikë tjetër vlla që ti çosh lekët vlla, se unë s'ta mbaroj dot të porosi. Nuk ta mbaroj dot vlla. Ti çoj lek dikujt që e ka mendimin për ty, që në qoftë se ti nuk del nga izolimi si t'ja bëj ky për 500 pound. Qofse ti ke shokët të tillë vlla, më vjen shumë keq, po unë s'u dërgoj dot lek shokëve të tu të tillë vlla. Nuk u dërgoj dot. Me shpirt nuk më bën dora vlla që të shtyp butonin. Nuk më bën vlla. Nuk më bën dora që çuna të tillë që kanë këtë mendim për ty, unë të dërgoj lek vlla. Më vjen keq, po se bëj dot vlla. Nuk ma bën dora. Vlla. S'ma bën dora mua. Kështu që gjej një shok tjetër vlla që ti çosh lekët. Se unë nuk kam pse t'ja nis. S'kam pasur arsye fare deri në momentin që ka filluar kështu. Fare, absolutisht. Jore se më shikon zoti mblokojt banka. Qa thoni jore? Po, ti çosh lek ti? Blokojt banka direkt. Ti çosh ti? Blokojt banka direkt, qa po thoni? Seriozisht e keni? Shikon zoti, thot zoti, qa po bëjnë? Unë e lem mirë bukur t'jetë në rregull? Ku ta ishte motër? Kaq.
Kaq nuk kam që t'u tregoj me, u tregova plot. U kënaqet edhe ju që doni të kënaqeni me këto historitë e TikTokut, po sinqerisht nuk e di as vet se pse. Nuk ka asnjë lloj problemi, unë çka kisha për të thënë, e thash, kaq nuk kam ç'a them. Nuk kam ç'a them, kaq nuk kam ç'a them. Nuk kam ç'a them. S'kam ç'a them. Ore grande. Ja kur ta mbyll flasin kam vlla ama se nuk po që pyet e shok. Tjetri në hall, ky thot, lekët e veta, ti marri atje ku i ka punët e veta. Se troj që i vrejti një shok, tha mos shaj se nuk t'ka lezet, nuk po e shaj. Thjesht po them, lekët e veta, ti marri atje ku i gjen. Atje ku i gjen, kaq. Po dani, në linja reato, por 1.001 halle, 1.001 punë. Në linjë ratë, qa nëzori e? Se ja ku i ka, këtu. Asë marë asë ja përe, pa më thënë dikush po. Se kush jam unë, që të bëj vepra, në emër të dikuj tjetër. A edhe për të marrë nuk marrëre, të më thoj pastrime, na 5.000 pound për babale, nuk i marrë. Duhet më thoj babale a njerë që po merja, që ti marrë. Dhe po i mora, do t'i marrë direkt babalja, ore, nuk do t'i marrë unë t'i mbajt sa ditë. Po nuk i marrë, dhe nuk i ka marrë as kujt lek. Më kanë shkojtu gjithë këta quna, dhe goca në privat për babaljen. Pa fundore, më kanë shkruajtur në privat. Të dali njëri të më thoj që po më ka nisu lek mua. Atere si i bje, e more, bukurosh, as marë as jap. Normalisht, kur të ketë nevoj për diçka, i them dikujt, o vlla po, më ke shkruajtur kur të ketë nevoj babalja për ndonjë gjë? Po urdo, këtë nevoj ka vlla, po deshe. Qoja të falat, po s'do. Po sigur. Pse o si thoni ju? Ta abim thesin o. Ta abim thesin për qa? Kot, nuk i meritonore, po ta them edhe njerë. Edhe po va them edhe ju, quna dhe goca, që keni respekt për mua, lëri këta të tjeret që bëjnë tap. Nuk i meriton me mënyrën e komunikimit se si më është drejtuar. Se mund të më thoshte, shumë mirë, që o vlla, unë këtu kam folur me babaljen. Ore, tani problemi që ndronë këtu. Po jo të më flasim mua ai, si i kën ai kështu. Si kur babalja iku me pushime në Dubai. Pse o me pushime në Dubai iku babalja, re? Edhe nuk të përgjish ty të mbylli telefonin ai. Edhe ti po njofton shoqërim, ai po bën pushime me lekët e mia. Po të kishte ikën me pushime, aty po, do ta merja, unë t'i thosha shok. Po t'jo, ikën me... Jore mos ja dërgore pastrime, po ja dërgove më ngele qefi. Jo të kam vlla mos ja dërgoni as njeri. Jo të kam vlla as njeri o vlla as i cent. As njeri o vlla as i cent, ju lutem. As njeri mos të flasi për t'i dhënë lek, as një cent. Në doni të më respektoni, mos as një cent. Dakord. As një cent, se nuk e meriton. Nuk e meriton. U a them unë me shpirt. Nuk meriton as një cent. Në më doni dhe më respektoni mua, do t'ju lutesha, mos i jepni as një cent, sepse nuk e meriton. O sigur, t'kam vlla. Nuk e meriton o as një cent, zero. Zero u a them unë me shpirto, nuk e meriton. Po ta meriton dhe ja kësha nisur unë, Ore, doni të fusun këtu, janë 20 veta, që i kam ndihmuar, po më vjen rëndër, më vjen turp na vetja.
Doni ta mbushun live-in full këtu me njerëz që ju kam dhënë lek. Jo për t'u azen në gojëre. Gjallë në botë i vdekur. Po nuk e meriton, ore. Nuk meriton, ore, fare, ore. Nuk meriton. As i cento nuk meriton, ore. Ore më mirë djek 5.000 pound se sa t'i jap ati 500 pound. Se nuk e meriton, ore, me shpirt. Po ta meriton dhe do t'i kishte marrë, ore. Po ta meriton dhe do t'i kishte marrë, do t'ja kisha nisur. S'meriton, as i cento, ova, zero. Për qa t'ja nisësh? Degeneroj kush? Kush degeneroj? Seriozisht e keni ju se leni qenë Kazani edhe unë duhet të... O zikur një pikë petë të seriozisht e keni ju se leni qenë Kazani edhe unë duhet të shqetësojmë? Seriozisht e keni? Se len një qenë Kazani, plerash, dhe unë duhet të shqetësojmë? Nuk kam thënë për asnjë këtu që do t'i përgjigjem për atë që ka folur, se nuk e kam merituar. Me qënë se është puna për të vënë në provë se kush jam, mbajeni shënim datën e sotme, kur të dalja ideali nga burgu, atëre do t'ua them unë, dhe do vetë do t'a takoj vetë, ka afër. Le t'i jem ku të dua, në çdo cep të botës, le t'i kem punën si të dua, do t'i vetë e vetë. Personalisht, i vetëmi person. Gjithë të tjerët u ka bërë një nder ky djali sot, nuk kam punë me asnjë rinit të qetë. Ju tjerët rinit të qetë. Nuk kam punë me asnjë nga ju. Nuk kam punë me asnjë nga ju, ju tjerët rinit të qetë. Ama ky djali, dash zoti, dali një orë para, do t'i vetë personalisht do t'a takoj. E do t'i them, sa pound të kisha unë ty o zotri? 500 pound. Në rregull, do t'ja jap. Po do t'ja jap në dorë. Do t'ja jap në dorë. 500 pound do t'ja jap unë në dorë. O zigur. Do t'ja jap unë në dorë. 500 pound. Kur të dali në burgu, qenë që atë djali më i keq në qoftë se unë nuk ja jap 500 pound ati djali. Do t'ja fus në xhep që ai ta ndjej në shpirt që unë i kam dhënë 500 pound dhe ja kam futur në xhep. Qenë që unë djali më i keq. Ju që më njeni, më dini që unë jam djali mirë, nuk ngatërrojmë me njerëz. Unë dojem të rrim punë time. Tani, prapë unë do të tregojmë djali mirë. Do t'ja jap 500 pound, do t'ja fus në xhep dhe ka për ta ndjerë në shpirt. Ka për ta ndjerë në shpirt. Që do t'i marri 500 pound nga profesori. Ka për ta ndjerë në shpirt, do t'i pikoj në shpirt çdo pound që do jetë duke marr, ai do ta ndjej në shpirt. Do ta ndjej në shpirt, do t'ja jap me qefin më të madh. Do t'ja jap me qefin më të madh. Kur ta takoj, do t'ja jap vetë. Për këtë po. Për këtë i detyrojmë. T'ja jap ato 500 pound. Jo, do t'ja jap ati, do t'ja jap ati. Do t'ja jap ati. 500 pound do t'ja fus në xhep një nga një. Qa është ai coini poundit në Angli? Qa e kanë ato? Si që kemi në 100 lekshet e 50 lekshet. Qa i ka poundi? Penny i ka? Po cila është ajo me gjera? Ajo me gjera, 2 pound që është? Ajo me gjera, është 2 pound që? është njëra që është e gjerë. 2 pound që. Të detyrojmë 252 pound që. Të detyrojmë 252 pound që. Mbaje mend, kur të dalësh në burgu. Të detyrojmë 250 cop 2 pound që. Dhe kam për t'i dhënë. Mbaje mend. Ka që i bjere? 250 cop i bje. Të detyrojmë
Jo, do t'jap 2 poundsha në ato më të gjerat. Do t'jap 2 poundsha. Djalla në garaq. Leqim ka prishur ditën një. Leq isha për dark. Më ka prishur ditën edhe darkën. Se isha për dark. Kur më ka marrë ai në telefon. Isha për dark. Ore, bli bitcoin lëri budallën, thot. Aman, na ka bërë o gjena për këtë të betojmë. Na ka bërë pse ti më kupton e më beson. Kur ja beja kështu, -1. Ja beja kështu, -3. Ja beja prap kështu, -3 të tjera. Ja beja prap kështu, ore filluan ikte minus, çdo refresh që bëja minus. Edhe thash, ti iki të vlej gjumë, thash, se e shkallova. Imagjino tani, del të fallaku thot 500 pound qim, ndërkohë që ne na fluturonte 500 pound shi brenda sekondit. A i thot po 500 pound shi më bët golin ju mua. E zoti madhre. E që na ka gjetëre. Jo, wa the mund që halli ka. Atë wa the mund që halli ka me logik. Mos ja anis o pastrime, të kam vla mos ja anisere. O pastrime mos i nis gjere, të kam vla manëre. Mos rriere, të kam vlare. Mos. Sinqerisht quna, atje, jo nuk talem, jo, o Elmarina, nuk talem, jo. Nuk talem, po logikën duhet të mbaj tjetër. Dakord? Logikën duhet të mbaj. Kështu që logika duhet jetë e fort, duhet të mbaj robi, le tjetë ku dojnë në çdo lloj situate. Në çdo lloj situate. Ja, robi duhet të mbaj logjikën se. Ajo e dallon nga kafsha. Ne nga kafsha dallojmë nga logjika. Robi duhet këtë logjikë. Kaq, shumë e thjeshtë. Me qetësi, me dashuri, robi duhet këtë logjikë. Kështu që kaq shumë e thjeshtë. Dhe ua shpjegova me fakte. Kaq kisha për këtë temë, nuk kam ndërmend të merrem më. Kështu që nuk mund të rrija pa u thënë, u thash plot. Rregull? Ore, unë nxora unë plot, s'kam që themë. Unë nxora plot. Ora, aq ka vajtur për fasule o t'i djallë, po sinqerisht, edhe kur marrim na njëra tjetër turku, nuk bëhen ashtu si bëheshin në Shqipëri, se ishte njeri këtu qatë dark e thua ti, thot ti ke qenë për nga pjatë fasule. Të kam vlla, futu qik në internet, po më gjete, ku bëjnë fasule në Island, që të vetët ha. Ta them me pas tërtire, vdeksha në të gënjej, për kohë të timati. Futu pak në internet, shiko, po më gjete, ku bëjnë fasule në Island, do vete do ha, do marrë na e kokër qep, edhe do vete do ha, po më gjej ku ka, se po nuk vajta qenë qa burri me i poshtër. Sinqerisht do vete dhe do ha, nesër, do vete do ha, po më gjej. Fasole që shesin të turku nuk janë një lloj që ti marrësh ti bësh ti gatuash në shtëpi. Dhe këtu ku jemi në Island nuk vinë si që vjen në Angli. Kështu që po deshet kam vlla, ti që the, shiko po na gjete të vete, me pastërti do vete. Se jam aq më ka vajtur në mendje, ore sa se ke i tem. Se këta në Angli janë në rregull, po ne këtej nuk gjejmë dot. Kështu që po deshet ka vlla, ti që the,
Po se nuk vinë këtu me fugona me gjëra që në aman, se vetëm linja me avion ka. Nuk vinë. Heq në ka gjete, heq në ka gjete. Perandi me pastërma, thot. O njerëzit dibra, fasule me pastërma. Pastërma solla, për pastërma dërgova, po vetëm pastërma solla, mish. Cili në njeri, po. Jo nuk jam zënë me njeri, seriosisht nuk jam zënë me njeri, thjesht më kam prishur ditën. Hajde në Greqita është fasule. Po pa tjetër, unë nisa. Unë nisëm tani. Jesh në ka gjetur e amanër, jesh në ka gjetur e amanër. Sa ti madha. Ore Remi. Skali. La Klevisi, me kë është Klevisi? Nuk kam nerva amanë, por e dhe nga cmoj edhe aji edhe. Jeta është e bukur ka vllathur. Gjithsesi çuna dhe goca, respekte për gjithë ju që na kuptoni, që na besoni, që na njihni, se sinqerisht imagjino sikur mos na njihnit se si ishim. E kupton do hëshit ua, e ka bërë edhe këtë ky. Po miro tani që a i zotria s'po hynë do të në TikTok, ju mendoni se do më lëshojeni mua edhe do të rriqem unë. Por seriosisht e keni ju? Ku jetët këtë vit jam në shpullo bish. Për kokë tende, nuk e di, po mund të vish me një kusht. Të sjellësh edhe motrën me vete. Sinqerisht, ti që the ku jam të vish të jam në shpullo bish, hajde, sill edhe motrën me vete. Hajde, sill edhe motrën, që ta hap derën unë, ta përdorësh kështu si pinë, se nuk hapet dera. Gjithsesi po erdhe ti me motrën tënde, besoj se e hapin këta, se i them unë e kam takim special, më ka sjell njeri motrën. Hop, thon ata në rregull, zoti profesor, pa tjetër, qofse ata përdorin motrën për të hyrë, sigurisht që ne hapim derën. Edhe e hapin këta derën, se ndryshe sa hapet dera, se hapin këta se ka kaluar ora. E kupton o? Sille e motrën. Po kjo është shok tani, merresh me motrën e tjetrit. Heq na ka qetër, heq na ka qetër, amanere qona, amanere. Kur jetë vetëm Klevisi i thoni, tanis e të ri. O këbë, motra lev dhe qatë. Po tash i qatë i bëjën? Qatë i bëjën? Ore, gjëni një sekund që ta kuptoni ju, o bëberati, o quna dhe goca. Ore njerëzit janë çuditshëm. Janë bjondi, o bjondi. Ore njerëzit janë të çuditshëm. Imagjino të xhelozosh se babalja është burgaxhiu me emër, që janë motrën tjetër ndërkohë me 32 vite. Seriozisht, imagjino të xhelozosh që babalja është burgaxhiu me emër. Pse ka emër ky? Pse ashtu të gjithë këta? Pse respektojnë këta? Pse duan këta? Vetëm imagjinoni pak. Vetëm imagjinoni pak. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e marr vesh. Po bëj një orë këtu, thos po marrë vesh gjë. Po mire dhe arje 5 minuta në base e kupton që atë temën. Nuk jo, atë greken nuk do Klevisja, ma anëm ka berë një roman në privat. Më ka quar
Roman në privat. Roman më ka quar, mos e fut me, mos e bëj me, nuk hyme me ty po fute ate, pse e fute ate, pse di të shkruaj Klevisi, po, i qon mesazhe tek e tek, i qon tek fjalë, kështu, tëk, e mbush full. Për shembull, kur hap mesazhet nga Klevisi, e ke 78 mesazhe, 112 mesazhe, 314 mesazhe, me fjalë, e ke kështu. Po, i qon tek e tek ai. Ja, ta fusun Klevisin, ta pyet.